Sporti mundës tradicionale ka bashkuar sportistë të shumtë nga zona e Gollobordës në Bulqizë dhe shumë vende të tjera. Bashkia e Bulqizë në bashkëpunim me shoqatën e mundjes së Gollobordës ka mundësuar zhvillimin e kupës së 13 tradicionale në sportin e mundjes në Ostrenin e Madh të zonës së Gollobordës, ku morën pjesë sportistë të grup moshave të ndryshme, jo vetëm nga kjo zonë që tradicionalisht njihet për ushtrimin e sportit të mundjes, por edhe të ardhur nga qytetet të tjera të vendit. Po ashtu aktiviteti u ndoq edhe nga kryetarët e bashkive Diber Emata Rahim Spahiu e Altin Bojni, si dhe ambasadori i Bullgarisë në vendin tonë, Ivali Kirov. Ky aktivitet, që tashmë është kthyer i përvitshëm, startoi me një koncert festiv të përgatitur nga nxënësit e shkollës së mesme Ostren. Kryebashkiaja e Bulqizës Festime Mjeshtri tha se ky organizim nuk është vetëm garë, por edhe promovimi i kulturës së zonës së Bulqizës. I përgëzoj që ruajnë kaq bukur traditën dhe që i kanë dhënë vlerë këtij organizimi të përvitshëm. Faleminderit organizatorëve për përkushtimin dhe punën e tyre. Janë ata, faleminderit komunitetit të Gollobordës që vit pas viti ofrojnë kaq shumë njerëz për të parë nga afër këtë garë. Kjo nuk është vetëm garë, por edhe kulturë, traditë, të shikojnë se sa shumë ngjyra ka Bulqiza. Ish mundësja Duka tha se ky sport është po aq i vjetër sa vetë Golloborda. Kjo kam mbi 500 vjet. Tradita jo. Akoma e kena pa vazhdu deri në vot. Derisa kam qenë këtu para i Lezhë kena vazhdu. Kena bën mundje, gjithmonë në përtashëm. Tash u fillon pastaj demokracia, u largun çunat. Edhe s'ka pas me thënë organizim. Ne kena pas edhe kërcim, edhe vrapim. E vjen e burrit. Kena pas. Garë me kuaj, me tana i kena pas. Nga traditat badaj, nga të parët që kena në gjumë, nga gurbeti që kena ne zona e Gollobordës ka qenë gurbet qarë gjithmonë. Kanë shku në Selanikë, në Stamboll, e kanë po atje që kanë kriju këtë organizim. Aktiviteti filloi me garat për kupën e mundjes tradicionale të Gollobordës, të cilat u shoqëruan nga grupi daulleve dhe curleve të zonës, ku garuan 3 grupe. Për grupin e para të rinjve deri në 15 vjeç, fitues u shpall Leon Halilaj nga Lladomerica. Për grupin e dytë të rinj, 15-20 vjeç, fitues u shpall Ibrahim Sula nga Tirana, dhe për grup moshën e rritur mbi 20 vjeç, fitues u shpall Paris Karepi, i cili fitoi kupën kryesore dhe dashin, simbol të kësaj gare tradicionale.